Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos përdorni kurrë uthull molle nëse vuani nga këto 8 sëmundje. Uthulla e mollës është një tonik natyral i cili ka shumë përfitime shëndetësore si për shembull humbja e peshës, ulja e sheqerit në gjak dhe njëkohësisht kolesteroli. Sidoqoftë, konsumi i rregullt i saj mund të shkaktojë efekte anësore. Le të shohim disa prej tyre. Probleme me stomakun. Njerëzit të cilët kanë ndonjë problem në stomak ose thjesht një stomak të ndjeshëm duhet të jenë të kujdesshëm me uthullën e mollës, pasi problemi mund të përkeqësohet. Diareja. Konsumimi i rregullt i uthullës së mollës mund të çojë gjithashtu në diare. Kujdesuni që ta përdorni në mënyrë të ekuilibruar dhe njëkohësisht të moderuar. Uthulla mund të ndikojë në shëndetin e veshkave tuaja. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullën e mollës dhe efektin e saj në veshka. Personat me probleme të veshkave nuk rekomandohet shumë që ta përdorin. Ata të cilët abuzojnë me përdorimin e uthullës mund të dëmtojnë veshkat për shkak të aciditetit të lartë. Fryrje. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës gjithashtu mund të shkaktojë edhe fryrje, si edhe nutricionistët pohojnë se konsumimi i uthullës së mollës vonon në zbrazjen e stomakut, e cila mund të shkaktojë fryrje të përkohshme të peshës, si edhe fryrje serioze, gazra dhe njëkohësisht të përzjera. Për të shmangur shqetësimet të cilat vijnë në lidhje me këtë fenomen, ju duhet që të shtoni pirjen e ujit dhe të hani perime me fibra të larta. Refluksi i acidit. Njerëzit të cilët vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ushqimeve të tilla acidike, si për shembull uthulla e mollës. Nutricionistët paralajmërojnë që uthulla mund të rrisë nivelin e acidit dhe të rezultojë në një ndjesi djegje të shtuar. Ndjenja e dobësisë. Disa njerëz përpiqen që të mbijetojnë kryesisht duke pirë uthull molle, por trupi juaj nuk merr kalori të mjaftueshme për të funksionuar. Nutricionistët gjithashtu rekomandojnë të pini uthull molle si pjesë të një vakti në kombinim me perime, proteina dhe njëkohësisht karbohidrate. Kjo mënyrë të ushqyerit do t'ju japë ju energji të mjaftueshme. Humbja e përkohshme e peshës. Nëse doni që t'i përmbaheni dietës me uthull molle, kjo gjithashtu do të ndihmojë që ju të humbisni peshë përkohësisht, por dieta rrënuese do të çojë në ngadalësimin e metabolizmit tuaj duke e bërë edhe më të vështirë humbjen e peshës dhe të kilogramëve të tepërt. Gjithashtu, sipas informacioneve, ju duhet të dini se edhe shtimi i oreksit do të ndikohet. Si rregull, disa njerëz përpiqen që të përdorin uthull molle për të shtypur oreksin. Sidoqoftë, nutricionistët pohojnë se kjo mund të rezultojë në pasoja vërtet të pakëndshme dhe të shkaktojë uri të tepruar sepse ky produkt është i ulët në kalori. Uthulla e mollës ka shumë vlera shëndetësore, megjithatë, përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të uthullës. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës mund të jenë të rrezikshme për shëndetin. Uthulla duhet tretur gjithmonë në ujë. Uthulla nuk duhet pirë kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë, i cili gjithashtu shkakton dëm në ezofag dhe në stomak. Mënyra e duhur për të pirë uthullën është që ta tresni atë në ujë në mënyrë që të mbroni fytyn dhe njëkohësisht stomakun. Edhe kur ta tresni në ujë, uthulla duhet pirë nëpërmjet një pipse dhe më pas të prisni 30 minuta në mënyrë që të lani dhëmbët me furçë. Mos e pini pas buke.
Nëse keni zakon që të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha që ju të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e moshës, njerëzit gjithashtu pësojnë një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëjnë stomakun. Për rrjedhoj, uthulla duhet tretur në ujë dhe duhet pirë përpara vaktit në mënyrë që ajo të përmirësojë tretjen dhe të shmangë fryrjet dhe problemet e tjera. Në qoftë se ju nuk e pini dot ashtu, hidhni uthull në sallatë dhe do të shikoni se do të jetë më e lehtë. Kujdes me sasitë. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse do të filloni një regjim ku përfshihet konsumi i uthullës, është mirë që ta nisni atë ngadalë që të jepni trupit tuaj kohën dhe mundësinë që të përshtatet me aciditetin. Rregulli i artë nga ana tjetër është që ju nuk duhet të pini më shumë se 2 lugë uthull për çdo herë në mënyrë që të mbroheni nga efektet anësore. Mos pini uthull para gjumit. Ekspertët këshillojnë që të mos pini uthull molle para gjumit, edhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon të jetë e dëmshme për ezofagun, veçanërisht në qoftë se ju qëndroni shtrirë. Njerëzit duhet të qëndrojnë në këmbë për 30 minuta pas konsumit të uthullës së mollës në mënyrë që të mbrojë ezofagun. Mos pini uthull molle nëse keni ulçër në stomak. Uthulla e mollës ka aciditet të lartë dhe si e tillë është e dëmshme dhe për njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun dhe veçanërisht ata të cilët vuajnë nga ulçëra. Uthulla është irrituese për stomakun dhe mund ta përkeqësojë situatën. Ndërkohë, në qoftë se ju pini uthull molle çdo ditë, këto janë të mirat që do të keni në organizëm. Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër, e cila e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla gjithashtu do të shërbejë edhe si një laksativ, duke zgjedhur çështje si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur atë në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet janë gjithashtu një rrezik i vazhdueshëm për organizmin, i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut, e cila prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjellë me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Uthulla e mollës gjithashtu rrit ndjesinë e ngopjes nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.